Live from Tirana. Live from Tirana. Do të flasim pak tashmë për një ngjarje e cila ka tronditur shqiptarët, kryesisht Tiranën, ditën e djeshme, pasi 3 të mitur me monopatina janë përplasur në bulevardin Dëshmorët e Kombit nga një makinë, pra nga një shofer. E sigurisht kjo, normalisht për çdo gjë të re që ndodh në Shqipëri, e cila ha debat, por debati bëhet atëherë kur e keqja ndodh, ka ngjallur debat në studio televizive dhe tek shqiptarët që a duhet ndaluar përdorim i monopatinave dhe nëse nuk duhet ndaluar, a duhet të ketë rregulla siç ka rregulla dhe për të gjithë përdoruesit e automjeteve automobilistike. Për të diskutuar me këtë jemi në një lidhje direkte nëpërmjet telefonit me Arben Luzin, ekspert i sigurisë rrugore. Arben, përshëndetje. Përshëndet. Si je ti? Mirë. Tani, shoferi i cili ka përplasur 3 të mitur ditën e djeshme me monopatin është arrestuar me akuzën për shkelje të qarkullimit rrugor. Si e shihni këtë situatë? Në qoftë ne do të flasim për mjetin monopatin që një në jargonin popullor, ai është një mjet të dyrotak. Okay. Që gjeneron energji elektrike dhe motori vitet në punë nga energjia elektrike. Pra kemi të bëjmë me një mjet me fuqi motorike. Dakord. Do të flasim për mjetet monopatinat, mjetet këtë kategori mjeti, apo do të flasim për aksidentin e djeshëm? Për aksidentin e djeshëm sigurisht Aksidenti djeshëm është në hetim dhe unë nuk mund të jap dot një verdikt se kush është shkelësi i rregullat të qarkullimit rrugor. Në pamjen e parë që duket sigur mjeti po bënte manovrën e hetimit djathtas dhe i ka ndërprer rrugën dhe ka goditur mjetin monopatin që drejtojnë atë 3 të mitur. Ky mjet monopatin që është në lëvizje sot në rrugët e kryeqytetit ton, shoferi është arrestuar, pra është arrestuar dhe akuzohet për shkelje të rregullave të qarkullimit rrugor. Ato janë veprime që kryen nga ana e policisë dhe më pas referohen prokurorisë për të vazhduar më tutje. Por unë kam për të diskutuar më tepër për mjetin monopatin. Po, diskutojmë pak për këto të cilët kanë pushtuar Tiranën në kohët e fundit. Janë 3 të mitur që qarkullojnë me një mjet ku duhet të qarkullojë vetëm një person. Dhe nuk është puna këta të miturit shkelur apo jo rregullat e qarkullimit rrugor, sepse ata janë të mitur. Na vetë fjala të mitur, ata nuk mbajnë dhe përgjegjësinë ligjore, sepse nuk janë subjekt i hetimit. Po kush, me çfarë duhet merrem pra? Ku është problemi? Problemi është a duhet të qarkullojnë këta mjete, ku kategorizohen këta mjete e para. Ku kategorizohen si mjet dhe çfarë leje drejtimi duhet për drejtimin e këtij mjeti. Mjetet sipas kodit rrugor që gjenerojnë një shpejtësi më të madhe se 25 km/h, që në fakt e gjenerojnë këta mjete, deri në 50 km/h klasifikohen në ciklomotor. Për drejtimin e ciklomotorëve, drejtuese mjetet duhet të jenë të pajisur me leje drejtimit të kategorisë AM. Në qoftë se këta mjete në maksimumin e tyre gjenerojnë shpejtësi më të madhe se 50 km/h, duhet që drejtuesi tyre të jetë i pajisur me leje drejtimit të kategorisë A1. Që kjo kategori mjeti drejton deri në 150 km/h. Pra, këta mjete detyrimisht duhet të jenë të pajisur me leje drejtimi ose të kategorisë AM ose të kategorisë A1. Pra, drejtuese mjeteve duhet të jenë njohës të rregullave të qarkullimit rrugor në rrugë. Gjë që në fakt në pjesën më të madhe nuk janë njohës të rregullave të qarkullimit rrugor
Jo vetëm që nuk janë njohës, por e vërteta është që kushdo që i jep makinën së Tiranë e di që ato që përdorin monopatina elektrike, skuter elektrik si quhen në Tiranë janë skuteret janë tjetra. Qartë, monopatinat janë një problem shumë i madh për shkak se futen pa sinjal, ecin shpejt, nuk i respektojnë semaforët, nuk respektojnë radhën e kalimit të kryqëzime, nuk respektojnë shumë gjëra. Por ato nuk ka rëndësi, ato thjesht pjesë dërmuese e tyre nuk janë njohës së rregullave të qarkullimit rrugor dhe të mos qenë njohës, ata bëjnë burim i shtuar për aksidentin në rrugë. Dhe më pastaj logjikisht përgjegjësia kryesisht bie mbi ato që janë në drejtimin e mjetit, e hajde meru pastaj. Jo, nuk trajtohet kështu për mua ku është përgjegjësia. Përgjegjësia është atij që shkel rregullat, nuk është sepse ne sot po ju e thatë pak më parë që një i mitur, Po një i mitur larg qoftë nëse ndodh diçka e tillë në Tiranë, pra ai nuk ka përgjegjësi ligjore. Përgjegjësia ligjore pastaj do të bjerë mbi atë që është në janë përgjegjësi morale, janë përgjegjësi civile, nuk është thjesht u dënua ose dënua një njeri, domethënë përgjegjësia penale. Ne flasim për gjithë jetën. Nëse do flasim për sigurinë rrugore, do flasim për të gjithë përdoruesit e rrugës. Dhe përdoruesit e rrugës janë drejtuesit e mjeteve që nuk janë mjete motorike, drejtuesit e mjeteve motorike, janë këmbësorët, janë të gjithë. Sipas jush, si zgjidhet kjo situatë për shkak se numri i monopatinave është shtuar dhe me thënë të drejtën nuk është se kemi ndonjë infrastrukturë në Tiranë për të pasur edhe një kursi për monopatinat. Pra, a duhet të kalojnë monopatinat në një të rrugë ku kalojnë edhe makinat? Kodi rrugor këto mjete i ka futur te dy rotak. E kupton? Që do të thotë me dy rrota, mjete te bicikletat. Jo motor. Kur në fakt ata janë motor dhe duhet të nështrojnë të gjitha rregullave si motor. Sepse në pjesën më të madhe janë motor ata, janë ciklomotorë si motor. Por këta duhet të nështrojnë rregullave të motorëve. Ne në faktikisht sot ata i nështrojnë rregullave të bicikletave, po ata gjenerojnë një shpejtësi më të madhe se sa bicikletat. Dhe po ti shikosh pjesa dërmuese e tyre lëvizin në korsinë e bicikletave, shfrytëzojnë hapësirat për to, por po ti shikosh në kapërcimin e rrugës, në vijat e bardha të kalimit këmbësor, aty ku duhet të kapërcejnë dhe biciklistët, të cilët me kod duhet të zbresin amjeti, ta marrin për dorë dhe të bashkohen me këmbësorët, këta nuk e kryejnë, këtu vazhdojnë lëvizjen gjithmonë duke qëndruar mbi mjet. E quajnë veten pak më të privilegjuar. Praktikat e ndryshme kanë bërë që disa vende i kanë ndaluar qarkullimin e tyre. Ka shumë në fakt Franca në mos gaboj ka ndaluar. I kanë ndaluar se janë burimi shtuar për aksident. Prandaj nuk i kanë ndaluar se ka inat me firmën produse të tyre. Më kupton, e them shumë. Sipas jush, pas ngjarjes që ndodhi ditën e djeshme, 2 prej të miturve janë në gjendje të stabilizuar në spitalin e traumës, ndërsa një tjetër i mitur vazhdon ende të jetë në gjendje të rëndë. Kush është vendimi që do të marrë qeveria shqiptare për monopatina? Ti ndaloj të bëjë një sistem të ri rregullator për të gjithë përdoruesit e këtyre, pra çfarë duhet bërë në këto raste? Përpara se larg qoftë të shkojmë tek një tjetër ngjarje më e rëndë se kjo, por urojmë mos shkojmë kurrë deri aty. Shiko, kjo është paralajmëruar në të gjithë specialistët e sigurisë rrugore që merren me qarkullimin rrugor dhe me sigurinë në rrugë, është paralajmëruar që monopatinat janë mjete të rrezikshme, janë burim i shtuar për aksident, sepse drejtohen në mjete të papunuar. Pra, që këtu fillon aja e rënies së sigurisë në rrugë. Prandaj dhe duke qenë të tilla, ato duhet të rregullohen me ligj, qarkullimi i tyre në rrugë. Duhet të klasifikohen në një ku të klasifikohen si mjet, mos të klasifikohen me bicikletat në të njëjtin nen dhe të kenë mënyrën e tyre të drejtimit, mënyrën e tyre të lëvizjes. Në qoftë se do klasifikohen bicikleta, atëherë duhet të gjetur dhe një certifikat, minimalisht një certifikat për drejtimin e tyre, ku njeriu të ketë bërë
njohje të kodit rrugor, ku njeriu të ketë dokumentuar që ky njeri është i trajnuar për qarkullimin në rrugë dhe di teorikisht mënyrën e lëvizjes së mjeteve në rrugë. Sepse ata lëvizin në mënyrë kaotike. Arben, edhe një pyetje se jemi në minutat e fundit dhe nuk do doja t'ju mbaja më gjatë se e di që jeni duke shkuar diku në një rrugë. Këto prindit e këtyre të miturve, a ka një lloj përgjegjësie morale për ngjarjen që ka ndodhur duke qenë se janë 3 të mitur dhe nuk janë në lagje, pra janë në bulevardin Dëshmorët e Kombit mbi një monopatin që ecën shpejt dhe gjeneron energji, pra siç ju e thatë, ka një motor energjik. A ka një përgjegjësi morale? Duhet të kenë jo vetëm prindit e këtyre fëmijëve që aty unë uroj një shërim të shpejt. Me shpirt ja urojmë shërimin e shpejt, patjetër. Por të gjithë prindrit që kanë fëmijë dhe duhet të ndjejnë një përgjegjësi morale. Çfarë nuk kisha bërë unë me fëmijën tim? Se ne vetë i blejmë fëmijës, i blejmë monopatin, që këtu fillon shkelja tek ne. Këtu që nuk e di, blesh fëmijës, të vej fëmijën në shkollë të vjeçare, i mitur, të vej në shkollë me monopatin, që këtu qëndron një handicap i madh. Qartë. Mirë, unë uroj që situata të... Dhe unë uroj që inshallah njerëzit e vënë gishtin kokës dhe qëndrojnë sa pranë zbatimit të rregullave të qarkullimit rrugor. Qartë. Zënë të tënj Arben, të falenderoj shumë për kohën që ishe sot me ne në Live from Tirana edhe të uroj një ditë të mbarë në vazhdim. Mirupafshi. Kalofshi të bukur. Mirë, urojmë të kemi reflektuar disi tek të gjithë prindrit që fëmijëve të tyre minoren të mitur i blejnë monopatina ku ecet në Tiranë me 50, 60, 70 në orë dhe normalisht Kafka, një adoleshenti, nuk është një lloj si Kafka e një të rrituri dhe kur hormonet e tyre faktikisht janë në kulm, kështu që bëni kujdes se blini fëmijëve gjëra më të rëndësishme se sa një monopatin, se do kenë kohë kur të rriten për të përvuar shpejtësinë e makinave. Shkojmë në reklama.